Kjo shton sjell në ekran emisionin Personazhe në fokus me një të ftuar të veçantë, zotin Luan Mema. Një personalitet që bashkon në mënyrë të rrallë drejtësinë me ndjeshmërinë. Zoti Mema ka nisur rrugtimin e tij profesional si oficer policie për të vijuar më pas si jurist dhe pedagog i së drejtës penale. Por përtej profesionit të tij të ftohtë dhe rigoroz, ai është edhe një poet i ndjeshëm dhe i thellë, autor i disa librave poetik. Poezia e tij lindi në bankat e gjimnazit me krijimin Molla e ndaluar dhe prej asaj dite është bërë pjesë e pandare e jetës së tij. Zoti Mema është një soi veçantë në poezinë shqipe, një shpirt i lirë që gjen streh në vargjen e një përpjekje për të përkthyer ndjenjat, reflektimet dhe përvojat jetësore në artin e fjalës. Në këtë intervistë do të njihemi me një autor që nuk shkruan për të dukur poet, por sepse është i shtyr nga një nevojë e brendshme më e thellë se vetë fjala. Poezitë e tij përshkohen nga ndjeshmëri intime, reflektime filozofike dhe një ngarkesë e thellë emocionale, të ushqyera nga jeta, profesioni dhe frymëzimet nga poetët më të mëdhenj shqiptar dhe botror. Frymëzimi, pra deti për mua është gjithçka, aty marr gjithçka dhe jap gjithçka. Sepse poezia është një komunikim i cili nuk komunikon me njerëzit drejt për drejt, por komunikon me vargje dhe nëpërmjet vargjeve bën transmetimin tek njerëzit. Kur i lexojnë lexuesi, duhet të ndihet që është brenda kësaj poezie.